Besa nuk i përket korbave. Ky ishte thelbi I mesazhit në rrjetin social X I kryeministrit Edi Rama që sqaroi se dokumenti I dorëzuar në mbledhjen e grupit të Partisë Socialiste ka për qëllim reformimin e vendit për protestuesit e vërtet, jo për ata që përfaqësojnë anën e errët të tubimit. Përsërisin që s'duan dialog, s'ka negociata, s'japin besë, po duan vetëm dorëheqjen time. Keq kuptim I madh. Asnjë prej tyre s'më ka dhënë votë. Me asnjë prej tyre s'kam kontratë dhe për asnjë prej tyre e as për të tërë ata bashkë s'më kanë shkuar asnjëherë ndërmend të prish kontratën me 800.000 shqiptar, ndër të cilët edhe plot Flamingo. Fjala ime ishte për mësimet që mora nga Flamingot dhe që I drejtoj atyre, jo puplave të zeza që mblidhen çdo natë në bulevard pas shtektimit të Flamingove. Kontrata ime, thot kryeministri, është me shqiptarët. Kështu që sorrat dhe korbat as mos lodhen hiç së refuzuari besën, sepse besa jon s'ka asnjë lidhje me ta. As mos rreshtin sa ardhuri poshtë penxheres time me kërkesën për dorëheqje deri në vitin 2029 po të duan. Sepse liria është e njëjtë edhe për ta dhe demokracia funksionon njësoj për të gjithë. Në dokumentin me 39 faqe, Besa, të cilin kreu I qeverisë Edi Rama e bëri publik në mbledhjen e grupit parlamentar dhe kabinetit, theksohet se përbën një kthes strategjike të mandatit të katërt.